Më saktë qytetarëve që shesin një banesë. Qytetarëve normalisht po të bie taksa nga 15 në 10, është normalisht është me dhe s'kam se presin më rivlerësimet pastaj. Deri në 7 ka shkuar biznesi, thotë është më atraktive 7. Po biznesi thotë edhe 5 edhe 0, po puna është që të jemi një taksim i drejtë. Po në këtë rast a është nevojshme për Shqipërinë, kemi një sër apartamentesh në fakt që janë mirë apartamente që mbeten bosh dhe nuk janë futur në treg, ndoshta edhe për shkak të këtij tatimi që duhet paguar. A do ta zhbllokonte këtë treg nëse ulej ky tatim? Ne kemi prap një mungesë, si e shikojmë si Armand ose si qeveria shqiptare nuk ka një mënyrë të drejtë për pronat që nuk vendose në funksionim. Po themi, që për tokat bujësore, që për apartamentet që rinë bosh, dhe thënë nuk ka taks të dytë. Duhet i taksoj, me taks shtes. Ti në qofë se, më shumë, unë kam 5 apartamente, po themi, unë të një banoj, 4 i kam lënë, mund t'i lëdhe bosh, ose i kam lënë me qira. Tani në momenti që kam 2-3, bota jashtë i takson, për shumë. Vë një taks të shesh, me qëllim që kapitali mos ri i ngrirë. Ose ka toka të mëdha bujësore, njerëzit kanë ikur me emigrim, të kanë beten bosh. Të kam bosh, po si a japin as dikuj tjetër, e kam timin, thot aje, këtë ndë, po ti blokon ekonomin. Dhe dhe ti mund të vësh një taksim të drejt që të qarkulloj leko të nëzitësh njerëzit të punoj. Taksimi drejt është një tatim, si tham, nga 15 be 10, njerëzit jenë më të prirur të paguajnë dhe më me qep. Menon që të këtë tokat bujësore do të nëziste ekonomin bujësore për të jetë në treg? Po të paktën, ai që s'ka iku në emigrim të alëshoj tokë, ta marri ai që punon në kuptimin e kësaj, në një formë të drejtë. Jo të ja marrësh, po paguaj taksa dhe të juroj të japi me qira, ma të lisë, do të nxjerri ato, do të ale tjetëri që do të rita punoj. Ku e lënë shqiptarët tokën? Po, mos e lënë, po që... A duhet këtë një... Po, këj mentalitet nga ka se dhe në një blokim. Pa tjetër që në në blokim të ekonomisë. Shqiptarët më mirë paguajnë ose mbeten debitorë. Ta paguajnë, të ardhur në buxhet jenë atë. Të ardhur në buxhet. Ta paguajnë. Letë punojnë në taksë që kripur pastaj, sigurisht që se paguajnë dhe mund të alëshojnë, por është mekanizëm i mirë në fakt. është mekanizëm që ka zhjithë gjithë bota, se nuk jemi të parë që kemi kaluar këtë pjesë. Po ndaj themi një taksim i drejtë, jo me normat të larta, po një taksim që të ta nxjisë njerëzit që kush do të punojë, të vazhdojë të punojë, kush. Qartë, a duhet këtë një diferenci midis banesës së parë dhe banesës së dytë kur bëjmë të transakcionet e shitjeve pra tatimi për kalimin e pronësisë, po flas gjithmonë? Në lidhje me kalimin e pronësisë, unë të thoja që është thjesht një moment, që do të thotë për sa kohë që po themi një taksim i drejtë, është një taksim i drejtë në momentin e shitjes do kishim një taksim akoma më të lartë për shtëpinë e dytë, do bënim efektin e kundërt të asaj që tha Armandi. Pra, thënë ndryshe, unë do thoja që duhet ketë një taks pak më të lartë, kuptohet logjikshme, për ata që kanë të ardhura dhe duan të kenë një shtëpi të dytë, qoftë në Bregdet, qoftë në një vend malor etj, por në lidhje me transaksionin e shitjes, nëse ky transaksion shitje do të atohe më shumë, unë them që do kishte efektin e kundërt të asaj që folëm pak më përpara, e cila në thelb është një pavarësisht se duket që njerëzit edhe pse se punojnë tokën ose pse kanë një shtëpi të dytë duhet të paguajnë më shumë, për mua është e drejtë që duhet të paguajnë më shumë, është ajo pjesa pastaj që norma e tatimit duhet jetë e logjikshme, domethënë duhet të ketë një normë të logjikshme sepse pastaj do prirën gjithë që të shkojnë vetëm në për njësi akomoduese, nuk do kenë më një shtëpi të dytë, pra të ketë një logjik brenda saj, dhe pjesa tjetër, në momentin që dikush, domethënë, ka një tokë, ka prona të cilat thjesht do t'i blokoj për të pritur që të ketë një çmim më të lartë etj, duhet marrë riskun përsipër për të paguar tatim gjatë kësaj periudhe, sepse në fund fare tham edhe një herë që buxheti i shtetit duhet të ketë të ardhur